Mes lodhve dhe dhimbjes, të afërm, miq dhe bashkëpunëtori dhanë lamtumirën e fundit këngëtarit Ergidini, i cili u nda tragjikisht nga jeta në moshën 22 vjeçare. Shumë prej tyre, në këtë ditë i kanë humbur fjalët, duke mos e besuar ende ndarjen me Ergin, me të cilin kishin parashikuar shumë projekte për të ardhmen. Ishte nga më shokues, ishte diçka që ti është kimi mirë pa fjalë, në mungoj shumë me zëri ti. Sot i dhe dhënë ngushtin feministi, në vjetësi e rëthaj. Jeta pasave pa pritën pa kamshme. Fatkesisht, varieteti shqiptar i ka ik një ardhme, sepse Ergi premtote ishte i suksesshëm, por premtote do të ishte edhe më i suksesshëm, por fatkesi ndodhë dhe kështu. Nuk është e drejt, se di, nuk di qa me thonë, thjesht, nuk e di, nuk kam fjallë. Këngëtari shkodrani Ergidini, një nga talentet e spikatura të këtij qyteti, ndërroi jetën mbrëmjen e së hënës në Tiranë, pas një aksidenti fatal me motor, ndërsa udhëtonte së bashku me shokun e tij, Kejdi Halili, 21 vjeç, i cili gjithashtu ndërroi jetë. I lindur në Shkodër, ai u angazhua që në moshë të re në festivalet e fëmijëve e më pas frekuentoi liceun artistik Jordan Misja në Tiranë, ku ishte edhe një instrumentist shumë i mirë. Nga viti 2013, Ergi do të shënonte sukseset e tij me pjesëmarrje në X Factor, ku fitoi dhe çmimin e parë, e më pas në Kënga Magjike, klipet e reja e tjerë. Ikja e tij para kohë la një boshllëk në muzikon moderne shqiptare, ndërsa humbën një tjetër zë të rrallë dhe premtues.